Thamë se ka qenë rob. Ka qenë rob. Mirë po Islami e bani krenar. Bëri që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me përgëzu me xhennet. Me përgëzu me xhennet me emër. Një net prej netëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohet mëngjes, thirr Bilal dhe thot: "O Bilal, çka është ajo punë të cilën ti po e vepron, se mbrom, thot, i kam dëgju zhurmën e në Allahëve tua në xhennet." Çka i ka bën, thot, diçka? Çfarë pune e tu bën? Se i kam dëgju zhurmën e të ecurit të në Allahëve tua në xhennet. Ka thonë: "Ja Rasulallah, nuk ndodh me marr abdes ndonjëherë." Domethënë kur i bashkon transmetimet, thot sa herë që kam prish abdesin, ka marr abdes më një herë, edhe gjithmonë i kanë fal 2 rekate më saj. I kanë fal 2 rekate namaz më saj. Disa transmetime tjera ka thonë: "Ja Rasulallah, sa herë kam thirr ezan, i kanë fal 2 rekate më ezanit. Edhe sa herë kam prish abdesin, kam marr abdes, i kanë fal 2 rekate më abdesit." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Kjo atëherë është. Kjo është veprimi i cili të ka bë tyje prej banorëve të xhennetit." Transmeton Imam Tirmidhiu rahimahullah, Hakimi në Mustadrekun e tij. Imam Tirmidhiu thot se hadith është hasan i mirë, thot: "Ishtaqatil jannatu li thalath." Xhenneti thot është përmallu për 3 njerëz. Xhenneti është përmallu për 3 njerëz. Prej tyre Aliun radhiyallahu ta'ala anhu, Ammar ibn Yasir, edhe Bilalin radhiyallahu ta'ala anhu. Çka do të thonë kjo? Xheneti më u përballu për ty.